Deti miq dhe mikesha, faleminderit shumë që jeni pjesë e imja këtu në YouTube, ku sigurisht unë edhe me një mini video kam thënë që do kemi shumë minuta dhe gjatë gjithë sezonit ose gjatë gjithë neshit e Interit ne do t'i komentojmë në mënyrën tonë ose në mënyrën time, sigurisht si tifoz, edhe në ana profesionale, pak edhe me teknika dhe taktika, sigurisht, por më shumë është nga ana e dashurisë për Interin. Në datë 22 gusht, në orën 18:30, është hap Seria A për sezonin 2026-2027, që sigurisht ndeshja e parë hapse ka qenë Inter Monza. Sigurisht nga Interi këtë vit presim shumë, sepse kanë bërë disa blere, ko sigurisht ka ardhe Stankovic, ka ardhe Curtis Jones nga Liverpooli, DJ Spence nga Tottenhami, John Stones nga City, sigurisht këto tash është bërë një Inter mini anglez, italiano-anglez, ku ne si tifoz presim shumë, sigurisht. Inter ka fillu ndeshjen me Monzën me një formacion sigurisht se që e pëlqen shumë 3-5-2-shin, ku në ndeshjen e parë është aktivizu Martinez, ku pritet edhe për tjetër që ka ardhur nga Lazio, por si fillim i ka dhënë besim gjithë lojtarëve që kanë mbyllë sezonin Christian Chivu. Në Port Martins me Bisek Akani Bastoni në mbrojtje dhe në mesfush sigurisht ka shkëlqyer shumë Diouf, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski dhe Di Marco. Sigurisht në sulm Lautaro Martinez dhe Pio Esposito, ku Pio, për mendimin tim, edhe si sportdashës, edhe si tifoz, por edhe që marrë vesh nga sporti, Pio është një diamant në dorën e Interit. Ndeshja ka fillu shumë mirë, kur në minutën e 6 Hakan Çalhanoğlu ka shënuar 1-0, një super gol, një super play, por u trazun pak ujërat nga minuta 29 kur Monza barazoi, por Interi kishte një besim dhe e mbyllë atë pjesë parë me 1-1, por ka fillu pjesa dytë ku në një 15 minutë kanë shënuar 3 herë Zielinski, Esposito dhe Bisek. Më pas, mbas minutës 64, ka qenë një lojë formative, sigurisht. Sigurisht në pjesën e dytë janë aktivizu Boni, Luis Enrique, Petr Suçi, John Stones, superblera nga City, sigurisht, dhe Aleksandar Stankovic, sigurisht një lojtar shumë i mirë që ka qenë vitin e kaluar te Klub Brush, ku Inter ka marrë me blerje, e ka pa qunë huazim me drejt vlerë vetëm Interi, sepse vlera tash e Stankovicit tunë treg është 40 milion euro. Dhe sigurisht nuk ka pas kohë, sepse normal ato sa të vinë dhe sa janë sistemu dy blere të Curtis Jones edhe DJ Spence, sigurisht po ambientojnë pak Milano, normal, duhen kohën e vete këto, dhe mezi presin që ti shikojmë fush. Sigurisht këtë javë hidhet edhe shorti Champions League-s, ku Interi do bëj ato shikimet e veta, se ku dhe qysh do t'jetë në grupet. Sigurisht priten 4 ndeshje big dhe në thojza 4 ndeshje tjera jo shumë big. Për mendimin tim, Interi është akoma dhe shumë më i fortë se vjetë. Ne duhem të harrojmë sezonin e vjeshëm Champions League-s, ku sigurisht presim një sezon fantastik këtu në Champions League me këtë super blere që kanë ardhur. Presim sigurisht në bazë të informacioneve këtu edhe nga faqja e Interit oficial, sigurisht edhe nga faqja e Inter Club Albania, ku i ndjekim gjitha gjërat, Interi pret dhe një sulmues. Se ku do bëjnë dhe çfarë do bëjnë është punë për ato, por gjithsesi çdo gjë që ka bërë Marota ka qenë speciale. Në ndeshjen e dytë në 30 gusht do jetë ndeshja Cagliari-Interi dhe në orën 20:45, sigurisht Interi shkon akoma dhe me kompletuar, por me mendje te Napoli, te Inter Napoli, që do të jetë në javën e tretë. Për këto dhe shumë gjëra të tjera mund të na ndiqni sigurisht me kënaqësinë tuaj te kanali im në YouTube Kolkamshi. Faleminderit dhe ju mirëpres.